Juli. Dita e Ronës basketbol nga Lohacia. Ekipi i parë që do të luaj, me siguri është ekipi i Tiranës. Se luajt, do vazhdojmë. Mirë. Do shkojmë. Juli, Ermali dhe Vetoni. Ta shohim basketbolistët e Tiranës. Çfarë gare do të bëjnë? Juli është në Lohace, Julian Deda. Go! Ermali shërben topa, dërsa Vetoni është ai cili do të luhat. Drejt, mos më çoshtren. Çoshtren. Loja po fillon Për 5, 4, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për çunat e Tiranës. Shohim se sa topa do t'i fusin në kas. Juli fenomenal me të parën e qëllon. Pika e parë. Dhe e dyta. Më duket se kanë ushtruar Juli me Ermalin dhe me Vetonin për këtë loj. Shohem në tentimin e 4, 30 sekonda kanë kaluar. Juli pasakt. 2 shënime deri tani. Juli! 1 minutë e 10 sekonda për Julin dhe ekipin e tij. Shohem, a do të e qëlloj për herë të tretë, jo. Minuta e fundit. Qetëso. 2 shënime deri tani. Qetëso se ishin mirë. Shumë mirë filla Juli. Juli Jam shpejt, shumë valla. më i sakt në fillim të lojës se sa tani. Hajde, bravo. E, ta shohem tani me një taktik të re. Bravo, hajde. 40 sekonda dhe më fund. Prithir. 35 sekonda kanë mbetur për ekipin nga Tirana. 2 shënime deri tani. Shohem 23 sekonda. Shënimi tretë. Shënimi tretë për Julin, Ermalin dhe Vetonin që po e ndjek topin tani. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, Juli! 2, 1. Mbetet më 3 shënime Juli. Vetëm 3 shënime Juli. Ta shohim tani edhe ekipi i Prishtinës. Bravo Juli, 3 shënime. Zoti Kesha. I mat.